Vllaznia në atletik është shpallur kampione e Shqipërisë për herë të 29, një rekord ky në sportin e atletikës në Shqipëri. Po ndërkohë sportisti më i mirë i këtij aktiviteti është shpallur Franco Burraj, i cili një herëzi thellë rekordin kombëtar që mbaj po prej tij. Pikërisht me Frankon pas aktivitetit. Urime Burraj. Faleminderit Gasper. Ishte një garë fantastike, ku ishte masë e përkryer edhe erdhi rekord me rezultat shumë të mirë në garën e 200 metrash. Si shkoi gara? Ne mund ta përcjellim kështu, 100 metrash i para apo i dytë ishte me final për ju? Besoj se i 100 metrash i dytë ishte me final, që vjen nga baza e stëvitjes për garën e 400-shit. Gara ishte shumë e mirë, ishte i ditë e lodhshme sepse ditën e parë kishim garën e 400-shit, natyrisht që rezervat nuk janë aq të mëdha, por e arritëm me sukses edhe thime rekordin kombëtar. Franco, ky vit është viti i juaj, duket qartati, sepse në hakun kohorë të 2 muajve ju përmirësoni 2 rekorde kombëtare. Fillimisht në stadiumin Loro Borici në garën 400 metër dhe tashmë në Elbasan Arena në 200 metër. Pra një formë mirë sportive që ka të shmonë edhe për bashkëpunimin e mirë që keni me trajnerin tuaj Bruno Rotani. Absolutisht, me profesorin tem kemi bërë një punë palodhshme edhe ne shpresojmë që në garat e ardhshme, mas 2 javëve që zhvillohet në Sloveni, jemi përsëri me rekord kombëtar, të pas parasysh sepse janë garat ndërkombëtare dhe konkurenca është edhe më e madhe, kështu që atje do të besoj do të jemi me 2 rekorde kombëtare. Do të vijojnë rekordet edhe në Sloveni, nga Shkodra, Elbasani në Sloveni? Besoj që po, jemi në një formë të shkëlqyer, kemi thyrë rekordin në Shkodër edhe në Elbasan duke pas parasysh se nuk kemi pas konkurrencë edhe natyrisht ne shpresojmë që konkurrenca do të na bëjë që të shtyjmë më shumë edhe të cejmë rekordin. Thatë 2 rekorde kombëtare e premtonin në Sloveni në të 2 garat respektive? Po besoj që po. Tani natyrisht gara është gara, nuk e dihet, por shpresojmë gjithmonë që të jemi me 2 rekorde kombëtare. Pas Slovenisë, cilat janë garat tjera ndërkombëtare që e presin Franco Burraj? Kemi garë shumë të rëndësishme që është në fund të korrikut, që është kampionati ballkanik, që do të zhvillohet në Greqi. Aty natyrisht ne shpresojmë paktën të jemi në zonën e medaljeve. Pse jo me një rekord përsëri, por në fillim jemi duke u fokusuar tek Slovenia. Me gjithë këtë progres kaq pozitiv, ku pritet të mrej Franco Burraj? Po besoj që ne duke bërë stëvitje edhe për vitet e ardhshme. Në vitin tjetër kemi shumë gara të rëndësishme që janë shumë benefitive për mu, si sportist. Kemi lojët mesatare që ne na mungon një medalje në lojët mesatare. Kemi hupur një medalje para 4 viteve dhe shpresojmë që paktën në vitin që vjen të jemi në zonën e medaljeve. Natyrisht që puna kryesore është me trajnerin tuaj Bruno Rotani, por kam parasysh që edhe një koleg tuaj të ekipit kombëtar, pikërisht Izmir Ismailin që tashmë e keni president, pra e keni qenë një treshë e artë, kemi thënë vërtetisht Luiza Gjeka, Franco Burraj, Izmir Ismaili, po Izmiri zgjodhi tashmë drejtimin e federatës si president. Sa e ndjeni edhe bashkëpunimin me të? Po besoj se Izmiri tash na ka ardhur në kamp marrë, thënë ne, edhe mas Izmirit natyrisht edhe këto rezultate natyrisht janë fantastike për atletikën shqiptare, po ashtu edhe për Izmirin që tash është edhe presidenti i atletikës. Franco tham në hapje të bisedës me ju që vllaznia kampione, një rekord absolut që ka tregon për punën fantastike që bëhet në klubin Vllaznia me trajnerët Maraçi, Rotani, Tafa dhe Yahya. Diçka për kolegit tuaj, ku funksionoi më mirë? Po besoj në të gjitha aspektet, që nga talentet e reja që kanë nxjerrë, po ashtu edhe nga masoviteti si ka atletika për momentin në Shkodër, natyrisht që ka atë talente shumë të reja që po rriten edhe normal nga titulli 29 besoj se do të bëhet edhe 30 kështu me vazhdim sepse janë të bëjë punë shumë të madhe për zhvillimin edhe vazhdimin e atletikës. Ta mbyllim përsëri me ju këto 2 rekorde fantastike të Franco Burrajt, ka ndonjë dedikim të veçantë për këtë shkojt? Absolutisht për familjen time, mamën time, po ashtu edhe për trajnerin tim që natyrisht ka bërë maksimum që ne të shkojmë te ky rekord. Franco, urime. Faleminderit.